Sigurimi në shkolla është një masë thelbësore për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e nxënësve gjatë procesit mësimor. Në ambiente ku fëmijët kalojnë pjesën më të madhe të ditës, rreziqet e vogla apo të mëdha janë të pranishme, ndaj sigurimi shërben si një garanci për përballlimin e situatave të papritura, si aksidente, dëmtime apo incidente të tjera. Megjithatë, është e padrejtë që barra financiare për këtë sigurim të bjerë mbi nxënësit apo familjet e tyre. Kështu vlerësojnë prindërit, por edhe vetë nxënësit. Unë mendoj se sigurimi është i domosdoshëm, por nuk është e mirë se të paguhet sa barë rënd për prindit shembull, ku duhet institucionet me morë përsi për pagesën e sigurimit. A mos për sigurim jam pro që të jetë sa të mirë për fëmijët tonë. Që ka ditë kohëve të fundit të ka ndodhin shumë sene jo të mira për neve, edhe shumë mirë me kanë më shumë se dy sigurima se ju mi financu apo mi financu shteti. Nga ana tjetër, edhe mësimdhënësja Ulfeti Nuza thosë se 8 euro është pagesa vjetore dhe se prindërit duke marrë parasysh moshën në të cilën ndodhen fëmijët e tyre, nuk kanë hezituar ta paguajnë, ani pse është mirë që kjo të ketë financim nga shteti. Pra derisa ke marrëveshje është arrit përmes këshillit të prindve, të na deri këtë moment nuk kemi pas ndonjë pakënaqësi. Janë përgjegjës prind, 8 euro kanë pagesën vjetore, paguhet sigurimi i cili është shumë i domosdoshëm. Fatkeqësisht nuk kemi buxhet ta paguajmë shkolla ose institucionet tjera, po shumë kishte qenë mirë sa ardhi mi pagu, jo mi randu prind. Siguria e nxënësve është përgjegjësi e shtetit dhe e institucioneve arsimore. Ajo nuk duhet të kthehet në një kosto shtesë për familjet, por në një detyrim për një sistem arsimor të drejtë, të barabartë dhe mbrojtës për të gjithë, thanë të tjerë prind prapa kamerës.